Edhe 6 javë në ndajnë nga basti i madh i Yuri Kim, kush do të haj bar më 12 maj. Fushata ka filluar dhe kemi disa parti që po kryejnë në 24 orë aktivitete. E para, Rama dhe Basha jo vetëm kanë provokuar miliona klikime në rrjetet sociale, por po kryen me 10 takime dhe tubime brenda dhe jashtë Shqipërisë. Berisha i lodhur nga mosha, i konsumuar nga i det dhe i rrethuar nga xhaketat e vjetra, ka paguar një amerikan që të vi 2 herë të thotë ndonjë mashtrim në emër të Amerikës, pa adres dhe të ikë me xhepin plot. Partitë e tjera padyshim janë risia interesante e kësaj fushate elektorale. Adriatiku dhe Endri kanë sjell një model ndryshe dhe kanë ngjallur shpresën për ndryshim. Agron Shejai me sukses po ngre një të djathtë që prej 20 vitesh u shkatrua nga PD. Arlin Qorri po konsolidon profilin e politikanit pa kompromise dhe një të majtë ideale. Elena Kocaqi dhe Kreshnik Osmani synojnë të përgatisin një elektorat jashtë establishmentit. Tom Doshi po rikthehet në parlament me një ambicie për të dalë parti e tretë në Shqipëri. Dashej dhe Ali Beaj po tentojnë një fraksion të djathtë tradicional pa shumë zhurmë. Meta shë ëndra nga burgu dhe i shkruan Trumpit duke i ofruar të bashkëpunojnë të dy. Ne e kemi dëgjuar çfarë premtojnë këta dhe çfarë synojnë më 11 maj, por pyetja është, a do t'japin dorëheqje nëse dështojnë keq në rezultatin e zgjedhjeve? Në Gjermani 3 kryetarët e partive që humbën dhanë dorëheqjen, po në Shqipëri Berisha premton 74 mandate, po çfarë ndodh nëse ai merr 44 deputet? Rama premton 1 milion vota, po çfarë ndodh nëse merr 700.000? Meta thot do të jem më i votuari, por çfarë ndodh nëse nuk bëhet as deputet? Basha ishte kandidat për kryeministër, por çfarë ndodh nëse ai katandiset tek pull? Kryetarët e partive të reja thonë do fusim nga 7, 11, 20 apo 71 deputet. Por çfarë do të bëjnë nëse vetëm emri i tyre hyn në kuvend? Sigurisht dorëheqja në Shqipëri për një pjesë të popullit quhet dobësi, largim nga lufta apo dhe tradhti. Problemi është që nëse Rama merr mandatin e 4, mos largimi i Berishës apo Metës nga politika nënkupton garanci që Rama të fitojë sërish edhe në 2029. Shqipërisë nuk i duhet çfarë do të bëj Tiku ose Goni po humbën, por çfarë do të bëj Berisha dhe Meta? A do ta mbajnë ata peng opozitën akoma dhe demokratët i lënë të hanë bar jeshil?